pa diskutim, që prodhojnë vota shumë më shumë se sa vetë partia. Partia ka një hambar të saj elektoral, por nuk është kurrë mjaftueshëm për të fituar. Dhe kjo vlen për të gjitha partitë, është në parim. Partia Demokratike, në listën e hapur, unë mendoj që në listën e hapur ka emra më të mirë se në listën e mbyllur. Ka dhe një diçka. Kjo është parti shumë e madhe. Ka dorëzuar 186 emra në KQZ, 140 listën e hapur dhe 46 në listën e mbyllur. Të garantoj, Bruna, për aq sa unë e njoh Partinë Demokratike në burimet njerëzore të saj, mundet që të paktën 100 kandidat të tjerë të t'i gjej unë në të gjithë qarqet. Pra, kjo parti ka aq shumë burime njerëzore, sa që në cilindo që të vendosësh dhe të heqesh nga lista e të katapultosh dikë tjetër, sërish do të gjesh cilësi. Po dakor, ka, po tani listat u mbyllën. Zoti Berisha votuesi voton edhe për listat. Patjetër që voton edhe për programin. Është zbehur deri dikuaj perceptimi që shqiptarët e kanë të ndarë mendjen. OPS, OPD. Çfarë do lloj gjëje që të ndodh, çfarë do lloj programi që jo gjithmonë. Një listë e mirë, të garantoj, një listë e mirë e rrit partinë minimumit 20%. Pra në ato takimet ku vinë kandidatët për deputet, dëgjojnë votuesit, dëgjojnë programin. Absolutisht. Shiko, në këtë fushat do të angazhohem në dy qarqe. Në Tiranë dhe në qarkun e Vlorës, se nuk i ndahem dot origjinës time. Do të bëj një analogji të vogël. Në qarkun e Tiranës, në listën e hapur, ti mund të gjesh emra të terrenit politik, të tipit Petrit Doda, që opinioni publik mund mos i thot shumë gjë në kuptimin e aspektit mediatik e publik, ama votuesit në terren i thot shumë çka. Nga ana tjetër ti mund gjesh në listë Fjallabie, Ilir Ali Mehmetin, apo Dhurata Çupi, që janë apo Muslim Murizin, që janë potenciale politike të mëdha të Partisë Demokratike, njerëz që i vendosin fytyrën e tyre, imazhin e tyre, historinë e tyre, profesionin, dinjitetin fushatës, të cilët janë të dyja palët. Pra, këtë lloj analogjie nuk e solla pa qëllim, janë basene votash për Partinë Demokratike. Zoti Ali Mehmeti këta emra që përmenda, absolutisht, këta emra që përmenda dalin përtej partisë. Pra, marrin vota përtej partisë. Ne kemi të rinj për shembull si Jonathan Pano që nuk vjen fare nga strukturat e Partisë Demokratike. Po, është këshilltar bashkëtor. Është i djathtë, po nuk ka lidhje në kuptimin e rrënjës Partisë Demokratike të tipit të strukturave të vi nga baza e historisë të tilla. Ama është njëri shumë premtues, dhe po flas për qarkun e Tiranës, se po të shtrihemi më tej. Prandaj janë vendosur në këndvështrimin të në listën e hapur se janë makineri votash? Një nga arsyet është kjo. Një nga arsyet është kjo. E Berishës? Shiko. Apo do duhej, sepse më the pak më herët që lista e hapur është më e mirë në gjykimin tënd se lista e mbyllur, për sa i përket kandidatëve. Por përse Partia Demokratike bëri këtë zgjedhje? Atëherë, qarqet nuk i ngjajnë njëra tjetrës. Në qarkun e Vlorës, për shembull, u respektuan primaret në 100%. Dy fituesit e primareve janë të dy në listën e mbyllur. Njëri ishte drejtues politik, tjetri ishte aleat, pra në 4 listë. Mora qarkun e Vlorës. Në Durrës i njëjti funksion. Pra fituesit e primareve janë në listë. Në Shkodër e njëjta gjë, fituesit e primareve janë në listë. Në Lezhë ishte vetëm një numër që do të shkonte kështu, u vendos zonjë edhe për shkak të parashikimit ligjor. Gjirokastra dhe Kuksi nuk e kanë këtë mundësi për shkak të numrave të vegjël. Në Elbasan jo, as në Tiranë jo. Do ta shpjegoj edhe punën e Elbasanit. Ata të cilët janë vendosur në listë në Elbasan, nuk janë humbës në primare. Janë fitues në primare. Fakti që miku im, Zoti Sula? Po pra, aty do shkoj. Dash Sula mori pak vota më tepër Fjallabie se sa Bledi Himçi apo Aureli Bilukbashi. Kjo nuk i bën Himçin dhe Bilukbashin humbës. Përkundrazi, po unë mendoj që zoti Sula do të kishte qenë deputet nëse do kishte pranuar të ishte në listën e hapur. Se Partia Demokratike në Elbasan merr më shumë se 5 mandate. E mora Elbasanin si shembull, në Korçë u respektuan primaret, fituesi i primareve të gjithë Shqipërisë ishte në kuptimin e numrit më të madh të votave, më i votuar ishte Bledon Allbati, është sot në listën e sigurt. Po pra, po zoti Sula pa dashur se nuk i di se Sula nuk ka dashur që të rrezikoj. Doli ndër më të mbështeturit në primare në qarkun e Elbasanit. Logjikisht, a do të ishte në listën e mbyllur? Ja të them. Se fundja për çfarë do të isha? Ja të shpjegoj diçka. Për çfarë u kryen? Nëse unë do të isha këshilltar i doktor Berishës, do të i kisha sugjeruar ti propozon të kryesisë Partisë Demokratike dhe Këshillit Kombëtar që fituesit e primareve të ishin të gjithë në listë të hapur.
Unë jam njeri që i njoh mjaft mirë strukturat e partisë. Ndjes, nëse ti merr 500, 600, 700 vota në strukturën e partisë, në një numër shumë të reduktuar antarësh, se Partia Demokratike ka pas problematik të theksuar pjesën e listave, unë vendos një bast as pak të rrezikshëm që një personazh i tillë kur del në qytet apo në qark i tej kalon 6.000 apo 7.000 vota. Një antar i Partisë Demokratike shumëzohet me 10 vota në terren. Pra, zoti Sula me 7.000 vota do të ishte deputet. E mora si shembull duke ju referuar faktit. Në Fier u respektuan primarët, në Shkodër u respektuan, pra në Berat gjithashtu. Por në Tiranë pse nuk u respektuan? Sepse Tirana kishte një